Një ulumtim i Kallzo.com zbardh detaje të reja të rastit që ka ndodhur në shkollën Pavarësia në Prishtinë. Në dhunën ndaj nxënësit 13 vjeçar të kësaj shkolle, dyshimet janë se u përfshi edhe drejtori i shkollës Halil Brahaj. Kallzo.com ka zbuluar se për pospamjeve ku shihej mësimdhënësi duke goditur nxënësin, e të cilat ngjallën reagimin e arsimtarëve të shkollës, ka dhe pamje të tjera të cilat implikojnë zyrtar të tjerë të shkollës në dhunë ndaj nxënësit. Më nën shkurt, dita kur ka ndodhur ngjarja, Kallzo.com zbulon se drejtori i shkollës e kishte goditur me shuplak të njëjtin nxënës. Rasti me drejtorin kishte ndodhur në korridorin e shkollës. Drejtori Halil Brahaj, i kontaktuar nga Kallzo.com, ka mohuar ngjarjen, ndërsa pas denoncimeve, Kallzo.com ka kuptuar se nxënësi u kishte thënë hetuesve të policisë se ai ishte sulmuar edhe nga drejtori. Kemi informacione se policia janë duke punuar në një raport analitik për me gjetë një nxitsim në cilin nxënësi pretendon se shihet që ju e keni godit edhe nxënësin. A keni qeni përfshirë? Jo, e ndërune. Na, se jam të përgatitësisë në shkollës, tani kemi të anën. Duke përdorur burime të mirë konfirmuara, Kallzo.com ka siguruar pamjet filmike të incidentit. Aty shihet se drejtori i shkollës takon nxënësin në ambientet e tualetit të shkollës e më pas gjatë lëvizjes në korridor e godet nxënësin. Drejtori Brahaj ende nuk është suspenduar nga puna. Drejtori i arsimit në Prishtinë, Samir Shahini, i kontaktuar nga Kallzo.com, ka thënë se ende nuk ka ndonjë informacion për këto pretendime. Për këtë ngjarje, që më thonë të sjelljes së drejtorit, nuk kam informata as dëshmi as prej raportit shkollës, as prej komisionit që ka shkuar atje. Sigurisht nëse është në tentativë me fsheh drejtori dhe s'ja ka ndoa as komisionit komunal, as nuk e ka qitë në raport vet, atëherë ai duhet me i bajt pasojat njëjtë sikur mësimdhënësi. Pretendimet e nxënësit e kanë bindur prokurorinë e Prishtinës, e cila i ka zgjeruar hetimet në lidhje me rastin e dhunës fizike që ndodhi në shkollën Pavarësia më nën shkurt 2026. Zejnullah Gashi, kryeprokurori i Prishtinës, e ka konfirmuar për Kallzo.com se në këtë rast është i dyshuar edhe Halil Brahaj, drejtori i shkollës. Kallzo.com ka tentuar ta kontaktoj sërish drejtorin e shkollës, por ai nuk e ka hapur telefonin. Atij janë dërguar pyetjet edhe në mesazh, por deri në publikimin e storjes nuk ka kthyer përgjigje.